Nevoja për miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të propozuar nga qeveria solli edhe organizimin e debatit publik për të njëjtin ligj. Profesori dhe akademiku Jeton Shasivari, një ndër përpiluesit e këtij ligji, në këtë debat e arsyetoi nevojën për miratimin e ligjit. Shasivari, duke përmendur të drejtat ndërkombëtare, tha se edhe në këtë ligj deklarimi i përkatësisë etnike është çështje ndjesie dhe futet në pjesën e të dhënave të klasifikuara. Ligji garanton pa ekuivok të drejtën e çdo individi për vetë identifikim të lirë, përfshirë edhe të drejtën për të mos deklaruar përkatësinë kombëtare, dhe kjo është plotësisht në përputhje me standardet e vendosura nga instrumentet ndërkombëtare dhe praktika e organizatave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ku theksohet se përkatësia kombëtare është një çështje ndjenjes personale dhe nuk mund të imponohet si detyrim nga ana e shtetit. Kundër këtij ligji doli profesori tjetër universitar Argëtim Saliu, i cili tha se ligji në fjalë, edhe nëse miratohet, nuk e përmbush nevojën reale të përfaqësimit. Kolegëve, domethënë, periudhën e para vitit, domethënë 2001, në kohën e ish Jugosllavisë, sa ishte përfaqësimi i drejtë dhe adekuat të etniteteve të përfaqësuara në institucionet administratës publike dhe shtetërore. Konkretisht për shqiptarët, nga ullëntimet e Seridikam kanë qenë 0,8%, ndërsa para vitit 2001, nga 91 deri në vitin 2001, përfaqësimi shqiptarët ka qenë deri në 2% në institucionet administratës klasike shtetërore. Dhe prandaj për më habit fakte se ku ka shpejt u harrua kjo histori negative e popullit tonë, dhe prandaj po e parashtroj pyetje në formë të një hipoteze se ne me këtë propozim ligj apo propozim ligj për merit sistemin apo propozojmë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe kjo është e kontradikt. Merit sistemi, procedurat e punësimit dhe kushtet e punësimit janë të rregulluara në nenin 31 të ligjit për në punës administrativ dhe në nenin 56 të ligjit për të punësuar në sektorin publik. Dhe tash parashtrohet pyetja, rregullojmë merit sistemi me këtë propozim ligj apo rregullojmë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Në vazhdim e këtij debati u fol edhe shumë pro dhe kundër këtij ligji dhe u shtruan edhe shumë argumente nga profesor universitar dhe pjesëtar të sektorit civil. Edhe pse nuk foli të gjitha kritikat dhe lëvdatat për këtë ligj, i dëgjoi edhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali, i cili do të jetë edhe udhëheqësi i trupit koordinues dhe mbikëqyrësi i këtij ligji.